Dhe keni parasysh që në këtë histori të 35 viteve, Bashkimi Evropian që kur ra muri i Berlinit, Bashkimi Evropian ka hapur derën dhe e ka mbyllur derën. Ka hapur derën, ka futur disa brenda, e ka mbyllur derën. Pastaj prapë ka hapur, prapë ka mbyllur. Dhe që kur Kroacia hyri në Bashkimin Evropian, dera u mbyll. Dhe u mbyll, madje në një moment caktuar ata thanë që ne nuk do marrim më të tjerë. Kismet, më vonë, po jo tani. Dhe atyre që thonë që po ç'është kjo histori me Edi Ramën që thotë duhet e mandati 4 që të futemi në Bashkimin Evropian, nuk i mjaftuan 3 mandate, unë ju them dhe gjithë ju do t'i thoni që Malizi ka filluar negociata në 2012. I ka filluar përpara se sa ne të vinim në qeveri. Dhe sot nuk është në Bashkimin Evropian. Sot është krah në krah me ne, sepse në ndërkohë ne kemi bërë një punë kolosale dhe jemi tani në të njëjtën vit të parë bashkë me Malin e Zi si 2 antarët e rinj më të mundshëm të Bashkimit Evropian. Duhet i thoni që Serbia i ka hapur negociata në 2014. Dhe sot është mbrapa nesh. Ishte shumë përpara nesh. Ne negociatat na i blokuan dhe na i refuzuan 3 herë rresht. Komisioni Evropian, që është qeveria e Bashkimit Evropian, që merret me shqyrtimin e të gjithë fakteve, thoshte këta i kanë bërë detyrat. Hapin i negociatat, mblidheshin 27 vendet, aty duhet konsensus, edhe herë dilte Hollanda, pastaj doli dhe Greqia, jo se është ky muhabeti, jo se është kjo çështja, dhe ne ushtym e ushtym. Na i hapën, pastaj nuk uleshim dot në tavolinë për shkak të problemit që patëm me Greqinë, dhe ka vetëm që në gjysmën e 2 të vitit që shkoi që ne kemi nisë negociata. Ju thash, Malizin 2012, Serbia 2014, Maqedonia e Veriut është bërë kandidate për Bashkimin Evropian 2005. Këtu me siguri ka vajza e djemë që kanë lind 2005, ose s'kishin lind fare në 2005, ose ishin 3 vjeç e 4 vjeç në 2005. Dhe na është dhënë mundësia e një kalendari 3 vjet deri në 2027 që të mbyllim negociatat. Do t'jetë rekordi absolut i historisë integrimit që një vend të mbylli negociatat për 3 vjet. Pse? Sepse është puthur ylli i fatit ton me fatin e Europës. Por boll të fishkëllim më boll. Boll të fishkëllim. Nuk fishkëllet në BE kur do të thush bravo. BE fishkëllet kur do të thush s'm pëlqen. Dhe ajo që